Nuk ka gjë më të madhe se kënaqësia e Zotit. Për të lotuan sytë e njerëzve të mirë, u dridhen zemrat e njerëzve të devotshëm dhe ofruan gjithçka që kishin, vetëm që të fitojnë kënaqësinë e Zotit të tyre. Derisa Allahu xhaleshanu i përmendi këta besimtarë në Kur'an, dhe aty futet kushdo i cili mundohet që ta fitojë kënaqësinë e Allahu xhaleshanu përfshihet në këto ajete. Jo vetëm ata të cilët kanë kaluar, por ata të cilët jetojnë sot ose ata të cilët do të vinë. Siç thot Zoti në Kur'an: "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Ka prej njerëzve që veten e tyre e ofrojnë me gjithçka që munden, vetëm për qëllimin që të fitojnë kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Muhammedun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Muhamedi ishte i dërguar i Allahut. Ata të cilët ishin me tepra shokët e tij dhe besimtarët e tij, do t'i gjesh se janë të ashpër ndaj zullumqarëve dhe ndaj të padrejtëve dhe mosbesimtarëve, dhe ata janë shumë të butë me njëri tjetrin, pra ndaj njëri tjetrit dhe ndaj njerëzve të mirë. Do t'i gjesh ata të cilët gjatë jetës tyre gjithmonë adhurojnë Zotin xhaleshanu në ruku dhe në sejdë, kërkojnë mirësinë dhe kënaqësinë e Allahut xhaleshanu pra në jetën e tyre me këto vepra që bëjnë.